Broma. Stafi, je këtë që kemi? Broma si jeni? Semër. Sa po shoperuar thonë? Mirë se erdhët në shërbimin e pediatrisë. Tu vjen rreth 120 fëmijë që janë të shkruar rreth 300 urgjenca gjatë 24 orëve. Disa fëmijë që kanë mundur janë shumë të gëzuar dhe falenderues për dhuratat. Ne bëjmë këtë çdo vit, kështu që kemi ardhur të sjellim dhuratat për ju, që ta kaloni gëzuar vitin e ri bashkë me mamat edhe me babat, eksakt. Edhe që të shëroheni sa më shpejt që të ktheheni në shtëpi dhe në shkollë. Vitin e ri ta fillojmë të shëndetshëm, apo jo? Kështu e kemi. Kjo është për ty. Gëzuar. Vitën bardh. Që ka më e madhe se sa ty dhurata, po e mban bashkë me mamin. Edhe këtu janë gjitha për ju të tjerat. Kështu jeni të kënaqur për shërbimin për gjitha, në rregull? Kjo është për çun? Broma. Mbrëma, jeni mirë. Broma. Kur sistemi si është si çdo në çdo sistem evropian? Respekt. Si E ministres ne ndërmorëm një iniciativesh për rivarimin e disa ambienteve, rekonstruksione, rregullimin e shërbimit, sikur të shikoni aty në sistemi vazhdon. Kemi bërë dhe fashat orare, domethënë kush vjen nga rrethet, vjen përpara, që të mos bëhet në të njëjtën kohë gjendje, kush mbarojnë dhe kthehen për të arritur gjithmonë decentralizimin. Në salën e kimioterapisë ditore, Kjo është ku salla disa e? pacientë janë duke marrë shërbimet, gjithmonë të mbikëqyrur nga merri. Shëndetje. Shtretit janë që përshtaten, lëvizën, nëse ka një moment që Si jeni? është mirë. Si jeni sa mirë? Poltronët janë poltrona të fundit. Shëndetje, si jeni? Gëzuar zoti. Edhe sistemet e monitorit. Respekt. Tash kjo ishte salla origjinale që u ribu komplet. Kur erdhëm që vizituam herën e parë onkologjinë, pash farmaci është shumë e madhe për të qenë vetëm farmaci. Po që këtu bash sugjerimin u bë salla e dytë e kimioterapis për të hapur kapacitet. Se derisa të rikualifikojmë komplet rrethet, shumë vlorën sot e pash dhe di që të rikualifikohet. Do dyfishohet kapaciteti. Kjo ishte vetëm farmaci, tani është salla komplet e re. Kjo i bë nga farmacia i kulart, edhe kjo komplet gjithçka e re. Nuk i ndryshon asnjë gjë nga kushtet e tjera në spitalet europiane. Kemi dhe një sallë tjetër, lart, ku ka kapacitet me 7 krevate të tjera. Domethënë kemi kaluar nga 19 në 37. Tita, përshëndetje. Mos lëviz. Si jeni zoj mirë? Shkuara. Kanë fëmijë janë të dy, janë bërë dje, sot kanë dalur këtu, një ditë e kanë në dhomën e zgjimit, që kemi 4 shtretër, që është dita e parë që janë në supervizion, dhe pastaj vazhdojmë që i kemi këtu, që kalojnë. Bëjnë ato ditët 2-3 ditorshin, dhe pastaj dalin në bazë këshillave të mjeku. Kemi 3 salla operatore që janë operabël, domethënë me kirurgji që pothuajse janë bin 1000 ca kirurgji në vit që bëhen, pra kirurgjia e përgjithshme dhe ato që ne po synojmë, pra kemi folur dhe me ministran që të arrijmë si ç'është e jashtë, do që quhen unite. Pra, një patologji të fillojë dhe të mbarojë aty, pra breast unit, melanoma unit. Tjerë, pastaj kemi ginekologjinë onkologjike. Po mirë që dje keni bërë operacion? Po shumë mirë. Si mo, këto kramollës do e thoj, fillove dhe. Kryeministri nuk e kishim menduar kështu. Po ardhja, vërtetoi Po jashtë. çfarë mendosh më, ato që thuhen jashtë këtu është për tik me vrap? Jo. Këtu është çdo gjë kristal. Po mirë, po hajde folim ata. Dhe të dëgjojnë nuk këto vajzat nuk i njoh, po me mirë këtë me këto që kemi diskutuar. Vajzat kanë Me syrin time një grua 70 vjeçare, e gjitha janë as. Vajzat nuk e di, e kuptojnë. Kjo është ministri e shëndetësisë?
Si heni mirë? Tani, Kjo Po s'ka problem. është drejtoresha e drejtorit atje. Mirë. Shkuara. Gjithë mira. Unë neve personalisht që kemi diskutuar me zonjat këto dje sot, ne jemi shumë të kënaqur. Ka të dy drejtime. Shërbimi special, vajzat dhe shërbimi special, këta çunat të turneve. Mos fol më se kush do të shofi, kush do të Do shofi te Facebooku do thotë që ke paguar lek edhe bën edhe propagandë. Si, tani problemi kryesor që kemi ne është pikërisht ky që Shëndeti, ta shërbimi. ti shpërndajmë që të bëhet ky shërbim të paktën për nivelin bazë të kimioterapisë bëhet edhe në përrethe. Në mënyrë që mos ketë shumë fluks këtu, se këtu dyndet gjithë Shqipëria. Kjo është Nga Korça që jemi patriotë. Edhe unë korçare. Pa? ti nga je? Nga Fieri. Po? Po Nga mirë, Fieri. e kënaqur je? Në trajtimin. Kineterapi. Po ty s'të beson je se ti je socialiste, kështu që s'të beson je. Nuk je? E pra, po prandaj po them. Po çfarë do thoshte jo? Beson ti je patronazhiste. Mos fol fare. Faleminderit, kam ardhur duke qenë se është fundi i vitit dhe besoj që për te i vështirësive dhe për te i problemeve që janë pjesë e përpjekjes tonë përbashkët, ka diçka që nuk mund të harrohet për asnjë moment, edhe që ju duhet kujtuar edhe të tjerëve, që është sakrifica edhe përkushtimi të gjithë mjekëve, infermierëve, punonjësve të urgjencës kombëtare, të gjithë stafit që mbështet për çdo orë dhe çdo ditë të vitit pa pushim, duke shpëtuar jetë, duke shëruar njerëz të smur dhe duke kryer një shërbim jetik për shoqërinë edhe për vendin. Natyrisht që e mira nuk bën lajm, e keqja bën lajm. Ky është rregull kudo, jo vetëm këtu. Natyrisht që rreth 60.000 operacione të suksesshme që bën shërbimi ynë shëndetësor në vit dhe plus edhe 35.000 ndërhyrjet mikrokirurgjikale që së bashku bëjnë 95.000 ndërhyrje në trupin e njerëzve mesatarisht në vit dhe që janë të suksesshme përderisa nuk bëjnë lajm të keq, nuk bëjnë lajm të mirë. Dhe mjafton një operacion i dështuar, mjafton një tragjedi për të u kthyer në të kundërt për gjithë trupën e mjekëve, për gjithë shërbimin ton kombëtar shëndetësor dhe patjetër që kur ndodh pastaj që brenda këtij shërbimi identifikohen individ apo ndërvitari që e njollosin bluzën e bardhë, atëherë sigurisht që kostoja e reputacionit është shumë e lartë dhe pavarësisht se totalisht e pamerituar për të tjerët, janë të gjithë që paguhen. Por në fund të ditës, për gjithë ata që e dinë se çfarë do të thotë të shërbesh në sistemin shëndetësor, për gjithë ata që marrin shërbim, pjesa
pozitive është ajo që dominon. Ne përpara se të vinim këtu vizituam onkologjikun, që siç e dini shumë mirë u bëshkas në moment caktuar për t'ullur kokën të gjithë bashku përballë faktesh që nuk nderojnë askënd. Takuam disa pacientë, të cilët ishin shumë të kënaqur me shërbimin dhe që duke që ishin tërësisht të sinqertë në fjalët e tyre. Dhe unë po i thosha drejtores dhe ministrës që opinioni ushqehet me negativitet të madh për shërbimin shëndetësor nga ata dhe prej atyre që fatmirësisht nuk kanë marrë ndonjëherë shërbim në spital. Sepse po të pyesësh ata që kanë marrë shërbim në spital, pjesa dërmuese, jo të gjithë, patjetër, pjesa dërmuese kanë marrë një shërbim që e kujtojnë për mirë, edhe i kujtojnë mjekët për mirë, nuk i kujtojnë për keq. Dhe ju këtë e dini shumë mirë, sepse keni pacientë që kanë kaluar në kujdesin tuaj dhe ju janë mirënjohës edhe ju kujtojnë për mirë. Gjithsesi, puna jonë e juaja këtu në front edhe e jona në mbështetjen tuaj është që të vazhdojmë të adresojmë problemet edhe të ngrejmë nivelin, sepse e mira s'ka fund, ndërkohë që e keqja harrohet shpejt. Duke ardhur për këtu, po flisim me ministrin që ka qenë në këto territore shumë vite përpara si një mjek e re, edhe po thoshte kam herës vështirë të orientohem se ku jam për shkak të transformimit që ka ndodhur në qendrën spitalore universitare. Por kjo është një gjë që harrohet. Tham edhe ndërtesën e re të parkingut që do të zgjidhë përfundimisht gjithë problematikën e lëvizjes makinave dhe parkimit makinave mbi lulishte, sepse do të akomodoj të gjitha makinat që hyjnë në territorin e qesuritës. Janë 700 ca makina që parkojnë gjatë ditës nëpër territor. Ndërkohë që parkingu ka 1400 vende, kështu që do të akomodoj të gjitha makinat që hyjnë në territorin e qesuritës, plus do të shërbej edhe për komunitetin rreth rrotull, duke krijuar të ardhura që do të ndahen midis qesuritës edhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Dhe kjo do të bëjë që në ndërkohë gjithë territori i qesuritës sot, që është faktikisht rreth 80.000 metër katror territori i lirë, të bëhet parku më i madh urban i Tiranës, duke krijuar një atmosferë tërësisht tjetër, ku rrugët e makinave të ndahen midis rrugë këmbësorësh edhe rrugë për makinat e shërbimit. Ndërkohë që të gjithë të tjerët makinat e lënë tek parkingu dhe vazhdojnë jetën normalisht në territor. Dhe po kujtoja kohën kur hyrja këtu ishte sikur hyrje në një pazar të madh. Edhe visim tregoj që nuk e di, atë që pacienti hyrë dhe nga Kangjellat në ndonjë rast, nuk e di për çfarë arsye hyrë nga Kangjellat, po ma tregoj edhe këtë, pacienti hyrë dhe nga Kangjellat në ndonjë rast. A keni hyrë nga Kangjellat për ta në punë, keni hyrë nga Kangjellat për ti nga puna, kjo nuk do liqartë, po që edhe Kangjellat i pacienti përdor në atë kaos. Që mos flas pastaj për biçikletat që futeshin deri ke dera sallat operacionit, apo për diversantët që hynin nga katër anët dhe s'merrin vesh kush ishte mjeku, kush ishte pacienti, kush ishte kushuriri, edhe kush ishte ai që kërkonte i kushuri dhe kishte humbur rrugën dhe i bërtiste mjekut. Tani
Për sa I përket vitit që vjen, ne kemi disa gjëra pozitive për shëndetësinë, e cila faktikisht ka marrë 50 milion euro më shumë se sa këtë vit. Nuk jam pak për buxhetin tonë dhe ka marrë 15 milion euro ekstra vetëm për barnat onkologjike, gjë të shumë të cilës do të shtohet dhe një 15 milion tjetër në mesin e vitit të ardhshëm, për të pasur një rimbursim të domethënës të barnave onkologjike në shërbimin parësor dhe për të asiguruar mbulimin e barnave në gjithë sistemin onkologjik, të cilin do po e transformojmë faktikisht në mënyrë që gjithë presioni I madh që vjen mbi onkologjiku në Tiranë të shpërndahet me rrjedhimin e sistemit në spitalet rajonale, duke garantuar që protokollet dhe gjithë mbulimi me barna të jenë garanci për pacientët në gjithë territorin. Faktikisht kemi vendosur në buxhet kapacitet domethënës për të rimbursuar 400.000 pacientë, se flasin shumë njerëzit jo po ku është shëndetësia falas, jo ku është shëndetësia falas, po faktikisht gjithë këto gjëra që ndodhin këtu janë pjesë e këtij vizioni edhe faktikisht janë krejt ndryshe nga si ndodh në vende të tjera. Më tutje patjetër që do vazhdojmë me transformimin e QSOT-s për të mbyllur edhe çfarë ka mbetur pa mbyllur, ndërkohë që ambicia është për të ngritur Institutin Kombëtar të Tumoreve dhe për të pasur një rrjet kombëtar për të adresuar këtë problem që bëhet gjithmonë më I madh, jo në Shqipëri, po kudo ku kanceri po prek gjithmonë më shumë njerëz. Ndërkohë që ju e dini tani më, por do vazhdojmë të rrisim pagat për mjekët, edhe patjetër do vazhdojmë të rrisim pagat edhe për infermierët. Nëse nuk e jeni informuar deri tani qindark për qindark, si shef profesori. Je informuar qindark për qindark sa të rritet paga? Faktikisht do të rritet 135 euro në muaj dhe në ndërkohë është vendosur diçka tjetër për herë të parë, që nuk e kemi pas mundësinë ta vendosim përpara, që do të bëjmë dhe vjetërsim në punë. Do bëhet faktikisht indeksimi vjetor I pagës mbi bazën e vjetërsisë në punë. Dhe kjo do të jetë një shtesë tjetër që do të vlejë qoftë për mjekët, qoftë për infermierët apo për teknikët e shkencave mjekësore. Gjë që shkon plus asaj rritjes për të cilën unë fola. Në ndërkohë do vazhdojmë sigurisht edhe me gjithë atë pjesën tjetër të planit për të rritur digitalizimin cilësisht edhe për të futur sa më shumë dhe sa më shpejt edhe inteligjencën artificiale në proceset e trajtimit pacientëve nga ana e shërbimit shëndetësor. Pra, ndryshe nga ndonjëherë tjetër nuk kam në një fjalë pakëndshme për të thënë. Desha vetëm që t'ju shprehja respektin edhe mbështetjen dhe t'ju thosha që më e mira është e gjitha përpara
jo për mua dhe për Sokolin kuptohet, po për shumicën nga ju që jeni më të ri se ne. Ndërkohë që për sa na takon, mendojmë që unë dhe Sokolin, mendojmë që do bëjmë më të mirën, që e mira që është përpara për shumicën tjetë e prekshme vit pas viti. Kam shumë besim që me përkushtimin edhe qartësinë që ka ministrja, por edhe me përkushtimin edhe dëshirën për të quar përpara punën këtu të drejtores së re, si dhe me përkushtimin tuaj si drejtues, edhe si njerëz që udhëhiqni pjesë të caktuara të sistemit, pa vënë pasaj në diskutim për kushtimin e zakonshëm të gjithë vajzave dhe djemve të urgjencës kombëtare. Do ta rrisim cilësisht përsëri edhe në vitin e ardhshëm shërbimin ton shëndetësor. Dua ta mbyll duke bërë një urim shumë veçantë dhe shumë të ndjerë për gjithë familjen tuaj. Jo thjesht familjen e madhe këtu, por edhe çdo familje të secilës për jush, sepse siç ju e dini, po besoj që unë e kuptoj. Ndërkohë që shumë tjerë që e shikojnë punën tonë nga larg nuk e kuptojnë, por familjet tuaja paguajnë një kostoj të vogël për punën tuaj, sepse puna juaj s'ka orar shpeshherë, sepse puna juaj ka shumë stres gjithmonë, sepse puna juaj merr shumë energji që shkojnë për njerëz që deri sa vinë dhe shtrojnë tuas nuk e keni ditur që ekzistojnë dhe pastaj bëhen si kur t'ishin fëmijët tuaj që duhet përkujdeseni me një vëmendje që nganjëherë ju mungon edhe fëmijëve tuaj apo ju mungon edhe prindërve tuaj. Dhe për gjithë këtë, ata që janë në shtëpitë tuaj e dinë më mirë se ju se çfarë do të thotë për ta. Kështu që uroj që të kenë shëndet, edhe ju uroj që të jeni sa më qetë dhe sa më të gëzuar, në fjallë vërtet, kjo më falë se të ndodhi ty të kohitesh, po të jeni sa më të gëzuar në këtë fund viti, edhe që më e mira tjetë për ju dhe për familjet tuaja në vitin që po troket. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti kryeministër për kujdesin e vazhdueshëm të treguar ndaj Qendrës Universitare Nën Tereza në emër të gjithë stafit mjekësor, edhe që ndat të lajme dhe shpalos dhe një vizion për mjekësi. Zonja ministre, dëshironi të ndani të fjalë? Unë vetëm shkurt, sepse të gjitha u thanë. Jam fakt e kënaqur që vi këtu mbas 3 muajsh. Fillimu pam tek përpara Falditur se ishte verë. Morëm disa angazhime bashk. Ju falenderoj për angazhimin e plot që keni pasur, për kontributin. I kemi vënë një fokus më të madh onkologjisë, sepse kështu edhe dakorcuam në fillim, dhe besoj se të paktën në këto 3 muaj të para, së bashku, me një përfshirje të plot si të shërbimit onkologjik, ashtu edhe të spitalit, por edhe të gjithë kolegëve të tjerë këtu të drejtorisë së spitalit dhe donatorëve të ndryshëm dhe Ministrisë së Shëndetësisë, partnerët dhe kolegët e mi, arritëm që të paktën të bëjmë disa hapa konkrete duke dyfishuar kapacitetin e shërbimit ambulator të kimioterapis. Kemi një plan të decentralizojmë jo vetëm onkologjinë, që në bazë të principit që gjithmonë kam pasur, duhet gjithmonë që të shkojmë ne të pacienti dhe pacientit të ne, sidomos në raste kur është kura ambulatore. Kjo nuk vlen vetëm për onkologjinë, kjo vlen vetëm dhe për urgjenca, duhet shfrytëzojmë kapacitetet që kanë në rajonale në mënyrë sa më efikase. Dhe kjo sigurisht do kohë vet, por jemi në një rrugë shumë të mirë për të arritur atje. Dhe si një fund, unë dua t'ju falenderoj të tërëve,
Falenderoj mjekët, sigurisht infermierë, po dhe studentët e mjekësisë dhe specializantë, sepse është një tur de force dhe domethënë përpara shkot ka krijuar një skuadër të mirë dhe duke lënë legësi. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Prandaj faleminderit edhe për punën që bëni për të formuar brezin e ri, të tërë jemi formuar nga dikush, prandaj duhet formojmë dhe të tjerë që të ecim me stafetën, duke shkuar duke vazhduar edhe nga te studentët e mjekësisë. Faleminderit, urime të mira edhe nga ana ime për ju të tërë, për familjet tuaja dhe një vit të ri të shëndetshëm. Faleminderit. Faleminderit.